Sa të sigurt jemi, ja gabimet që bëjmë kur vendosim fjalë kalime. Fjalë kalimet që përdoren çdo ditë për të hyrë në rrjetet tona sociale ose platforma të tjera mund të jenë një magth. Ekspertët paralajmërojnë se kodet duhet të jenë të ndryshme në mënyrë që të mos bien pre e grackave dhe hakerave. Ekspertët thonë se shumica bëjnë të njëjtin gabim kur bëhet fjala për mbrojtjen e të dhënave. Një detaj shqetësues është se populariteti i fjalëkalimit 1 2 3 4 5 ose 5 njisha ose fjalëkalim ose fjalëkalime të ngjashme me to mund të rrisin mundësinë për të sulmuar nga hakerat. Edhe nëse ndryshoni të dhënat, aksesi i padëshirueshëm duhet t'i ndryshojë ato her pas here. Ulëntimet tregojnë se 26% e njerëzve nuk i ndryshojnë kurrë fjalëkalimet e tyre dhe kur bëhen të pambrojtur në rrjetet globale. Ekspertët këshillojnë të ndroni fjalëkalimin tuaj të paktën një herë në 6 muaj dhe të përdorni shenja piksimi, numra ose dhe thyesa, por edhe gërma të mëdha.